Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa atammu taslim, amma ba'd. E falenderojmë Allahun i cili na mundsoi të jemi sot në këtë vend për të mësuar rreth besimit islam. Vazhdojmë me akidën tahawije në fjalën e Imam Tahawit, i cili ka shkruar: "Wa kullu amrin alayhi yasir." Çdo gjë për Allahun është e lehtë. Sikur se kemi thënë në mësimet e kaluara, kjo për shkak të fuqisë absolute të Allahut të lartësuar. Thot Allahu: "Ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi s-samawati wala fi l-ard, innahu kana aliman qadira." Dhe Allahu nuk e mundon dhe nuk e pengon fuqinë e tij asgjë, qoftë kjo në qiell apo në tokë, pasi ai është i gjithditur dhe i plot fuqishëm. Thot Allahu: "Awalam yarau kayfa yubdi'u l-khalqa thumma yu'iduhu, inna dhalika 'ala Allahi yasir." A nuk e shikojnë se si Allahu e fillon krijimin, më pas e rikthen atë edhe një herë? Pa dyshim që kjo për Allahun është diçka e lehtë. Vazhdon autori duke thënë: "La yahtaju ila shay." Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Kjo për shkak se Allahu është i pavarur në pasurinë e tij dhe në qenien e tij. Është i pavarur, pasuria e tij është e përsosur dhe e pambaruar. Çdo gjë ka nevojë për Allahun dhe Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Vazhdon autori, përmend fjalën e Allahut: "Lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Ati nuk i shëmbëllen ose nuk i përngjason asgjë. Ai është gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Në këtë ajet ka argument që Allahu i lartësuar nuk është si krijesat, ndërsa krijesat janë ato të cilat kanë vështirësi në çështjet e tyre për shkak se krijesat janë të dobta dhe nuk kanë krijesat fuqi për asgjë, përveç asaj fuqie që ja ka dhënë Allahu i lartësuar. Ato janë nevojtare për Allahun dhe nuk janë të pavarura në vetvete, përveç se asaj pjesë që Allahu i ka mundsuar të jenë të pavarura, ama në vetvete krijesat janë nevojtare dhe nuk bëjnë dot pa Allahun, qoftë një moment sa hapen mbyll syt. Në këtë ajet autori ka dashur me tërheqë vërejtje për këtë ndryshim të madh midis krijuesit dhe krijesave dhe cilësitë e përsosmërisë të cilat i përmendi, pra që Allahu nuk ka nevojë për askënd dhe nuk e mundon asgjë. Më thonë, me cilat cilësohet, me to janë vetëm për Allahun i lartësuar, për shkak se Allahu, më thonë, njësohet me cilësitë e tij të përsosura dhe me atributet madhështore. Si ai nuk ka asgjë dhe nuk i përngjason atij asgjë, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Ky ajet të nderuar është ajet madhështor dhe shumë studime janë bërë prej dietarëve në këtë ajet. Pasi ky ajet është bazë prej bazave të ehli sunnetit në kapitullin e cilësive të Allahut të lartësuar. Prej studimeve që janë bërë në këtë ajet është në shkronjën k në fjalën e Allahut lejse kemithlihi shay. Fjala mithluhu, që do të thotë si ai, nuk përngjason, pra shembulli i Allahut, pra. Edhe fjala ke në gjuhën arabe do të thotë si shembulli i diçkaje. Dhe përfundimet, studimi më i fortë është se kjo shkronjë, pra shkronja kef, përdoret në 3 orientime kryesore në ajet. E para, se ajo është shkronjë përforcuese. Pra, në gjuhën arabe origjina, nga ana gramatikore, mund të thuhet mithluhu. Pra, ajeti lejse kemithlihi shay
mund të thuhet lejse mithluhu shay. Pra mund të thuhet dhe në këtë lloj forme. Dhe kuptimi është I saktë. Dhe sikur se tham, kjo shkronjë kef dhe fjala mithluhu, të dyja japin të njëjtin kuptim. Kështu që është sikur përsëritet e njëjta fjalë dy herë për të dhënë, do të thonë, forcë këtij kuptimi, pra me treguar që edhe nga ana retorike jep kuptim që kjo është diçka shumë e largët. Pra a mund të përfytyrohet? Pra padyshim që nuk përfytyrohet që si Allahu lartësuar të ketë diçka tjetër. Ky është orientimi apo këndvështrimi I parë. Do thonë që I jepet kësaj fjale në fjalën e Allahut lejse kemithlihi shay. Këndvështrimi I dytë është që fjala mithl në këtë ajet vjen me kuptimin nefs, që do të thotë vetë apo vetvetja. Pra bëhet kuptimi si Allahu, si ai, nuk ka asgjë. Dhe nga ana retorike, do të thonë, kjo është më e lartë, do të thonë është më e lartë në mohimin e përngjasimit. Dhe se ky përngjasim, sikur se tham, është diçka që nuk mund të përfytyrohet. E treta është që fjala mithl vjen me kuptimin e cilësisë dhe atributit. Siç thot Allahu I lartësuar, mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Pra methel do thot përshkrimi ose cilësitë e këtij xheneti. Pra cilësitë apo shembulli I xhenetit të cilit I është premtuar besimtarve. Fjala mithl pra që ka ardhur në ajet vjen dhe me kuptimin cilësitë. Do të thot nuk ka si cilësitë dhe atributet e Allahut asgjë. Dhe Allahut nuk I përngjason asgjë në cilësitë dhe atributet e Tij. Kjo që tham është diçka që ka të bëjë, domethënë, me aspektet e kuptimit të kësaj shkronjës kef, pra shkronja k, që është tek fjala mithluhu, lejse kemithlihi, thot Allahu kemithlihi. Ndërsa për sa I përket ajetit në tërësi dhe çfarë përfitohet prej këtij ajeti, themi që ky ajet, sikur se e përmendëm, është nga ajetet më madhështore, madje është argumenti më I madh I cili ndodhet në emrat, domethënë, dhe cilësitë e Allahut dhe veprat e Allahut. Dhe shumica e diskutimit të ehli sunnetit për emrat dhe cilësitë e Allahut sillen rreth këtij ajeti. Gjithashtu rregullat dhe dobitë e përfituara prej këtij ajeti janë shumë. Edhe nuk është, domethënë, do të vi në kapitujt në vijim, kapitulli që do të flasim specifikisht për cilësitë e Allahut, mirë po këtu do të përmendim disa rregulla ose disa dobi. Afërsisht 10 ose 11 dobi të cilat kemi për t'i përmend me lejen e Allahut prej këtij ajeti, porse, siç tham, këto janë shkurtimisht dhe kur të vim në kapitullin e duhur që flet për cilësitë e Allahut, do të kemi zgjerime të tjera. Prej dobive të këtij ajeti është e para, ai tregon qëndrimin e mesëm të ehli sunnetit kundrejt përngjasuesve dhe mohuesve të cilësive të Allahut. Pasi ky ajet përmban kundërpërgjigjen kundrejt të dyja palëve. Dhe vetëm ehli sunneti ja ka dhënë hakun kuptimit të këtij ajeti dhe mbajtjen e qëndrimit të drejtë dhe të mesëm midis dy palëve, pra përngjasuesve të Allahut me krijesat dhe mohuesve. Fjala Allahut lejse kemithlihi shay është kundërpërgjigje për përngjasuesit. Se Allahu thot si ai nuk ka asgjë. Dhe këtu vetvetiu kuptohet që nuk mund të ketë përngjasim. Ndërsa fjala e Allahut wa huwa as-sami'u al-basir, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi, është kundërpërgjigje për mohuesit e cilësive, duke I bërë në fillim përngjasim, pastaj duke I mohuar me pretekstin që ne nuk I bëjmë Allahut përngjasim dhe si pasojë do ta mohojmë fare. Kur vetë Allahu thot, ai është dëgjues dhe shikues, duke ja pohuar këto cilësi vetes vet. E dyta, ky ajet
tregon detyrimin e bashkimit midis pohimit dhe mohimit, apo pohimit dhe delirësimit të Allahut lartësuar. Detyra e muslimanit është t'i bashkojë të dyja dhe se nuk ndahen nga njëra tjetra, sikur se e përmendëm që nuk ka pohim vetëm se me mohim, pra e kemi përmend më herë, dhe nuk ka mohim vetëm se me pohim, dhe nuk ka tauhid vetëm se me bashkimin e këtyre me njëra tjetrën. Pra ne kemi thënë që kur ne i pohojmë një cilësi Allahut lartësuar, ne mohojmë të kundërtën e asaj. Pra ne pohojmë për Allahun e lartësuar dëgjimin dhe e mohojmë që Allahu mos të dëgjojë apo që dëgjimi i Allahut është i mangët, pasi ne pohojmë dëgjimin e Allahut me përsosmëri të plotë dhe mohojmë të kundërtën e asaj. Ndërsa mohimi, në moment që ne mohojmë, ky është rregulli, ja mohojmë Allahut diçka, ne pohojmë të kundërtën e asaj në formën më të lartë, dhe se nuk mund të ketë besim në Allah vetëm se me këto të dyja. Fjala Allahut lejse kemithlihi shay, pra si ai nuk është asgjë, tregon për dëlirësimin apo për mohimin që Allahut t'i përngjasoj diçka. Edhe e kundërta e kësaj kuptohet që, më thonë, si Allahu nuk është asgjë, e kundërta është që Allahu ka përsosmërinë më të plotë, sepse krijesat janë të dobta, janë nevojtare, janë të mangëta, dhe përderisa nuk përngjason Allahu me këto krijesa, atëherë ne pohojmë të kundërtën e këtij mohimi që Allah e mohon, që është se Allahu fuqiplot është i përsosur në çdo aspekt. Dhe fjala e tij wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi, tregon për pohimin, dhe Allahu vetë në këtë ajet e ka sjell, domethënë këtë lloj formë, mohim dhe pohim. Treta, ky ajet, tregon për rregullin e ehli sunetit, i cili është përgjithësimi në mohim dhe specifikimin e pohim. Ehli suneti për edukatës me Allahun është që Allahut ja mohojnë mangësinë në mënyrë të përgjithshme dhe nuk futen në detaje, sikurse kanë bërë disa njerëz, dhe kjo është gabim nga ana tyre, që Allahu nuk bën këtë apo nuk bën këtë apo nuk bën këtë. Ehli sunneti e mohojnë mangësinë e Allahut në mënyrë të përgjithshme pa specifikim, përveç se asaj që Allahu ka sjellë specifikim, sikurse është në ajetin Kursi, që thot Allahu nuk e kap as kotja dhe as gjumi, apo sikurse është në surën Ikhlas, që thot nuk ka lindur dhe nuk është i lindur, e kështu me radhë. Ndërsa pohimin ja pohojmë Allahut emrat ose cilësitë në mënyrë specifike, që Allahu është dëgjues, Allahu është shikues, Allahu është falës, Allahu është mëshirues, e kështu me radhë. Fjala Allahut lejse kemithlihi shay, pra si Allahu nuk është asgjë dhe nuk i përngjason asgjë, është mohim i përgjithshëm, po ta shikosh. Ndërsa fjala e tij wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është dëgjues dhe shikues, ky është pohim i specifikuar. Ka pohuar Allahu dy cilësi të vetat, dëgjimin dhe shikimin. Rregulli i katërt i ehli sunnetit, dobia e katërt e këtij ajeti është rregulli i ehli sunnetit, i cili është bashkimi midis nocioneve të përbashkëta, të cilat janë mendje, edhe me tipare dalluese. Pra këto dy veçori, po themi, apo këto dy kuptime duhet i bashkojmë në mënyrë që të arrijmë në një kuptim të saktë. Me nocion të përgjithshëm apo me nocion të përbashkët kemi për qëllim, kur ne përmendim një cilësi apo përmendim tamam një cilësi, për shembull, prej cilësive apo prej gjërave të Allahut është se ai ka dorë. Kjo është prej cilësive të Allahut. Nocioni që çdo njeriu i vjen në mendje e kupton çfarë është dora. Mirë, po njëkohësisht ky nocion që vjen në mendje është një koncept abstrakt, ndërsa jashtë mendjes ekziston vetëm realia, e cila çdo gjë
ka specifikat e veta, dhe ndërkohë që dora e njerëzve me njëri tjetrin nuk është e njëjtë dhe ndryshon, apo dora e njerëzve me kafshë të ndryshme nuk është e njëjtë dhe ndryshon, atëherë si mund të ketë përngjasim midis dorës së Allahut dhe dorës krijesave. Pra duhet kuptuar të dyja që nocioni i cili është në mendje është abstrakt dhe nuk ka diçka reale, ndërsa gjërat jashtë mendjes që janë reale kanë cilësitë dhe veçoritë e veta, të cilat dallohen nga njëra tjetra. E në moment që dora e çdo krijese po ta shikosh ndryshon, atëherë si themi që ka përngjasim midis dorës krijesave dhe dorës krijuesit kur Allahu thot, pra ja pohon dorën vetes tij. Si mund themi që ka përngjasim? Padyshim që nuk ka përngjasim. Allahu thot lejse kemithlihi shay, pra si ai nuk është asgjë, kjo tregon për tipar dallues. Pra që Allahu ka tiparet e veta që e dallojnë nga krijesat. Wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është dëgjues dhe shikues. Kurse këtu Allahu po flet për nocionet e përbashkëta, që ne e dim çfarë është dëgjimi dhe e dim çfarë është shikimi. Mirë, po nuk mund të jetë dëgjimi dhe shikimi i Allahut sikurse dëgjimi dhe shikimi i krijesave. Dobia e 5 të këtij ajeti është që ky ajet tregon pohimin e përsosmërisë absolute të Allahut lartësuar. Sepse Allahu thot si ai nuk është asgjë. Dhe ne thamë që mohimi i diçkaje nënkupton, pra duhet besohet e kundërta e asaj në formën më të lartë. Edhe përderisa Allahu e ka përmendur, më thënë, në mënyrë të përgjithshme që si Allahu nuk është asgjë, atëherë nënkuptojmë se Allahu në çdo aspekt është i përsosur në mënyrën më të lartë. Përderisa mohimi është i papërcaktuar në këtë ajet, mohimi i përngjasimit. Dhe e kundërta nuk duhet përcaktohet, por se ne e besojmë të kundërtën e asaj që është mohuar, e cila është e papërcaktuar, e besojmë në formën më të lartë që Allahu në çdo aspekt është i përsosur, pasi asgjë nuk i përngjason atij. Dobia e 6 e këtij ajeti është rregulli i ehli sunetit, pra një rregull tjetër i cili është cilësitë e çdo të përshkruari i përshtaten esencës së tij dhe përkojnë me realitetin e tij. Pra, nëse ti bashkon midis fjalës së Allahut lartësuar që si ai ose atij nuk i përngjason asgjë, dhe midis fjalës së tij dhe ai është dëgjues dhe shikues, dhe u binde në bashkimin që bëhet me këto dy pjesë të ajetit me njëra tjetrën, do e kuptosh që dëgjimi dhe shikimi i Allahut është cilësi që i përshtatet Allahut të lartësuar, dhe se nuk është si cilësitë e krijesave. Dhe në këtë mënyrë bien të gjitha kontraditat e përngjasuesve apo të mohuesve. Dhe sipas këtij ajeti zhduket çdo problem që mund të kesh me ndonjë cilësi prej cilësive. Pra, këtë ajet ta vendosësh si peshore në kuptimin e cilësive të Allahut. Sa herë të vjen dikush, për shembull, një cilësi e Allahut është që Allahu qesh. Subhanallahu, po si i thoni ju Allahu qesh se krijesat qeshin? Shumë e thjeshtë. Dhe kjo cilësia e Allahut që qesh ka ardhur në hadith, i thua shumë e thjeshtë. Allahu qesh, por se Allahu ka thënë që si ai nuk është asgjë. Pra kjo i qeshur nuk i përngjason të qeshurave të krijesave, kurse si. Allahu qesh siç i takon madhështisë dhe përsosmërisë së tij subhanahu wa taala. Gjithashtu e keni dëgjuar historinë e Imam Malikut kur i shkon një person për faktin se Allahu ngrihet mbi arsh dhe qëndron mbi arsh. I than, o Imam, tha, Allahu qëndron mbi arsh. Po si, tha. Dhe i thot Imam Malik, al-istiwa'u minhu ma'lum, wal kayfu anhu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'a. Rregullin e artë të ehli sunetit që është ngritja e Allahut mbi arsh është diçka që dihet. Dhe mënyra se si ngrihet është diçka e panjohur. Besimi në të është detyrë, ndërsa pyetja rreth saj është bidat. Dhe ky është rregull i artë
Dhe para kësaj ne themi që është ajeti, fjala e Allahut që si ai nuk përngjason asgjë, e vendos si peshore. Sa herë që të vjen dikush të hedhë dyshime, po si, po pse, po qysh, ja thua ajetin dhe rregullin që çdo gjë që ka ardhur në argument për Allahun e lartësuar, ne atë e dim, po mënyra se si është e panjohur. Ta besojmë e kemi detyrë, ndërsa të pyesim se si, kjo është sa i së shtesë në fe që nuk na lejohet. Dobia e 7, ky ajet, vëllezër nderuar, është rrënjë. Më falni, ky ajet është, domethënë, ilaç që pret çdo rrënjë që mund të ketë njeriu në përngjasimin e Allahut me krijesat në zemrën e tij. Përngjasimi, o vëllezër, dhe shëmbëllimi është një e keqe, madje është një smundje që mund të bjerë në zemrën e njeriut. Dhe ky ajet me lejet e Allahut e largon këtë smundje prej zemrës. Ai që bindet në këtë ajet, inshallah ky ajet është ilaç dhe ja largon çdo vezves që mund të bëjë shejtani. Përkujto këtë ajet dhe me lejet e Allahut rehatohesh dhe qetësohesh se asgjë nuk i përngjason Allahut të lartësuar. Dobia e 8, e folura rreth Allahut të lartësuar, vëllezër, është e kufizuar me atë që është shpallur në Kur'an dhe Sunet, dhe nuk dilet prej argumenteve. Dhe nuk është ky një kapitull që arrihet me krahasim apo me analogji. Pasi Allahu thot në ajet si ai nuk është asgjë, dhe krahasimi bëhet midis, domethënë, gjërave që ndodhen, dhe krahasimi është me gjëra të ngjashme. Pra ti do të krahasosh diçka, e krahason me një gjë të ngjashme. Ndërkohë që Allahu nuk i përngjason krijesave, si do të bësh ti krahasim midis krijuesit dhe krijesave? Edhe të kuptosh pastaj se si janë këto cilësi të Allahut të lartësuar. Dobia e 9 është, ky ajet tregon për rregullin e ehli sunetit, i cili është pohimi i cilësive, është pohim për ekzistencën e tyre dhe jo pohim për formën e tyre. Pra, ne kuptojmë nëpërmjet ajeteve dhe haditheve të cilat kanë ardhur për cilësitë e Allahut, kuptojmë që këto cilësi ekzistojnë dhe janë reale dhe nuk kuptojmë ndonjë formë të caktuar. Dobia e 10, ky ajet është kundërpërgjigje për ato të cilët pretenduan se argumentet e cilësive nëpërmjet tyre kuptohet përngjasimi i Allahut me krijesat. Sigurisht, subhanallahu, kelamistët, pra ata të cilët i dhanë përparësi logjikës kundrejt shpalljes, pretenduan se kanë bërë kërkim dhe kanë bërë verifikim dhe vërtetim në këto çështje. Pasha Allah, nuk kanë bërë as kërkim, as kuptim, as verifikim dhe as vërtetim. Dhe këtë rregull e gjen pothuajse në çdo libër të tyre. Po të shikosh, domethënë, librat që ato kanë shkruar kelamistët, pra thuajse në çdo libër ke për ta gjetur këtë rregull, që ajetet e cilësive nëpërmjet tyre kuptohet përngjasimi i Allahut me krijesat. Ndërkohë që Allahu thot në ajet, domethënë, që si ai nuk është asgjë. Si ka mundësi, domethënë, që njeriu të bie domethënë në këtë lloj ngatrese kur Allahu ta thot shprehimisht që si Allahu nuk përngjason asgjë. Dobia e 11, udhëzimi dhe rruga e drejtë është në bashkimin e argumenteve, ndërsa humbja është në ndarjen dhe në marrjen e një argumenti dhe në lënien e një tjetri. Pikërisht me këtë është dalluar ehli suneti nga të tjerët, të cilët i bashkuan, pra ehli suneti i bashkuan argumentet, besuan të gjitha dhe nuk ndan midis argumenteve, ky merret dhe ky lihet. Ndërkohë i shikon grupet e humbura që besuan një pjesë dhe harruan një pjesë. Allahu thot: "Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd." A do të besoni një pjesë librit
të mohoni apo të lini një pjesë tjetër? Shikon një palë që besua në fjalën e Allahut lejse kemithlihi shay. Ndërsa një palë tjetër, pra lejse kemithlihi shay, si Allahu nuk përngjason asgjë. Me Allah nuk përngjason asgjë. Ndërsa një palë tjetër besuan në fjalën e Allahut wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është dëgjues dhe shikues. Duke harruar këtë bashkim, subhanallahu, që bëhet me këto dy pjesë të këtij ajeti, dhe ato të cilët bashkuan argumentet njëra me tjetrën dhe kuptuan ashtu siç duhen, janë vetëm ehli sunneti pa asnjë tjetër. Vazhdon autori duke thënë: "Khalaqa al-khalqa bi'ilmihi." Allahu i krijoi krijesat me dijeninë e tij. Fjala me dijeninë e tij këtu do të thotë se Allahu i krijoi krijesat duke qenë i ditur rreth asaj që po krijon. Dijet plot që përfshin çdo gjë. Thot Allahu: "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." A mos ta di, e si mos ta di të fshehtën tuaj, ndërkohë që ai vetë ka krijuar të fshehtën, dhe ai e di, dhe ai është më i fshehtë se fshehta juaj. E megjithatë, ai është el-Latif, i buti, dhe ai është el-Khabir, i mirë informuari, dhe do t'ju marrë në llogari për gjithçka që keni vepruar. Dhe kemi thënë se nuk ka krijim vetëm se e paraprin dëshira e Allahut. Pra Allahu kur krijon diçka, domethënë para krijimit e paraprin dëshira që Allahu don ta krijojë. Thot Allahu: "Yakhluqu ma yasha." Pra ai krijon atë që do. Dhe nuk ka dëshirë vetëm se në vetvete ka dije për atë që dëshiron. Pra në moment që dëshiron të bësh diçka, ti e din çfarë dëshiron dhe pastaj e vepron. Edhe me Allahun, sikur se thot Allahu, pra Allahu dëshiron të krijojë diçka dhe pastaj e krijon, dhe duke qenë i ditur dhe i mirë informuar plotësisht për atë që po krijon. Vazhdon duke thënë: "Wa qaddara lahum aqdaran", dhe ai ka bërë për çdo krijesë përcaktime. Pra kaderi ka përcaktuar Allahu. Thot Allahu: "Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira." Gjithçka që ekziston, ai e ka krijuar i vetëm dhe e ka përcaktuar saktësisht në kohë, në mas, me dijen dhe urtësinë e vet. Dhe thot: "Wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar." Çdo gjë tek ai është e përcaktuar me një formë që as nuk i tejkalohet e as nuk lihet mangët. Dhe thot: "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Ne kemi krijuar çdo gjë që ekziston me një mas e afat të paracaktuar, sipas urtësisë, vullnetit dhe dijes son absolute. Madje e kemi shkruajtur atë në Lauhin Mahfudh para se të ndodh. Kjo fjali e shkurtër, o qaddara lahum aqdaran, pra që Allahu ka bërë për çdo krijesë përcaktime, është fjali e shkurtër, por se përmbajtja e saj është e madhe, saqë njeriu nuk ka mundësi ta përfshijë komplet përmbajtjen e saj. Dhe kjo fjali përfshin shumë aspekte, që Allahu ka paracaktuar për krijesat çdo gjë, punën e tyre, jetën e tyre, rizkun, çështjet e tyre në dynja, udhëzimin apo humbjen, dhe çdo gjë që lidhet me to. Nuk ka diçka që ndodh vetvetiu, nuk ka diçka që ndodh vetëm se është e përcaktuar prej Allahut të lartësuar. Kullu shay'in biqadar hatta al-'ajz wal-kaysu, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë është me kader, me përcaktim. Edhe pamundësia, gjithashtu edhe vullneti. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. Pra çdo gjë është e përcaktuar, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, prej Allahut. Edhe pamundësia, edhe vullneti. Vazhdon autori duke thënë: "Wa daraba lahum ajalan." Dhe Allahu ka vendosur për secilën krijesë pra një jetëgjatësi të caktuar. Kjo fjali është specifikim i fjalisë para saj, do të thënë që Allahu ka përcaktuar, ajo është e përgjithshme. Allahu ka përcaktuar kaderin, pra përcaktimin për çdo krijesë,
kurse këtu po e specifikon pra me jetëgjatësinë, është specifikim i fjalisë para saj, sepse dhe jeta është pjesë e caktimit të Allahut. Fjala exhel në gjuhën arabe i përfshin të dy aspektet, si jetëgjatësinë apo përfundimin e jetës. Mirë po, kanë thënë që fjala exhel do të thotë përfundimi i jetës, ndërsa fjala umr, siç themi në shqip ymër, do të thotë jetëgjatësia e saj. Thot Allahu, inna ajal Allahi idha jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Kur të vijë afati që Allahu e ka caktuar të vdisni, atëherë ai nuk mund të shtyhet më nëse e dini mirë. Prandaj nxitoni për të besuar Allahun e për të penduar para se t'ju vi vdekja apo para se t'ju vi ndëshkimi shkatrimtar. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Thot Allahu, për secilin brez dhe epokë ka një periudhë kohore të përcaktuar për afatin e tyre. E kur t'ju vi çasti i tyre i përcaktuar, as nuk ju shtyhet qoftë edhe pak e as nuk ju përshpejtohet. Mirë po ndodh në kohën e përcaktuar. Dhe në hadithin i cili ndodhet te Buhariu dhe Muslimi, përmendet që kur i vjen meleku foshnjës në barkun e nënës, e urdhron Allahu me shkrimin e 4 gjërave. Thot, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun am sa'idun. Pra e urdhron Allahu që të shkruaj 4 gjëra. Shkruaj furnizimin e tij, exhelin e tij, punën e tij dhe të jetë i lumtur apo i hidhur në dynja ose qoftë në ahiret. Dietarët kanë përmendur një çështje për të sqaruar muslimanët, pasi shumë prej personave kanë bërë pyetje pra hipotetike dhe normalisht që njerëzit mos liheshin në ignorancë apo mos të merrnin një besim të gabuar, detyrimisht u detyrua që dietarët t'i sqaronin këto koncepte. Kanë thënë, nëse një person vritet, pra a e ka përmbushur, a e ka marrë të gjithë caktimin që Allahu ja ka caktuar në dynja? Që do të thotë, sipas kësaj pyetje, aludon që njeriu mbase nuk ka qenë pjesë e kaderit të tij që të vritej. Dhe vjen dikush e vret. A ka dalë kjo, a është kjo diçka që ndodh jashtë kaderit? Edhe ai kishte ngelur atij, pra nëse nuk do të vritej, ai kishte ngelur atij akoma për të marrë prej kësaj dynjaje? Normalisht pyetja është e gabuar, sepse ne e tham që njeriu e tham që nuk ndodh asgjë vetëm se është e caktuar prej Allahut të lartësuar. Edhe në moment që ai u vra, kjo kishte qenë, ajo që Allahu e ka përcaktuar. Dhe kjo është e vërteta të cilën e besojnë shumica e njerëzve, vetëm se një pakicë që nuk merren për bazë. Një çështje tjetër që e kanë përmend, edhe ajo faktikisht është e njëjta çështje si kjo, mirëpo shpeshherë përmendin si çështje të kundërt apo çështje tjetër dhe jo e njëjta. Thonë, nëse filani nuk do të ishte vrarë, a do të vazhdonte të jetonte apo do të vdiste në të njëjtin moment që u vra? Disa kanë thënë do vazhdonte të jetonte, disa tjerë kanë thënë do të vdiste po në atë moment, sepse ky ka qenë caktimi i atij. E vërteta është faktikisht, siç e përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija, është që nuk lejohet thuhet as njëra as tjetra. Pse? Sepse përcaktimi për këtë person është që ai të vdesi prej këtij shkaku, pra të vdesi me një shkak të caktuar. Dhe nëse themi se ne themi që nuk ndodh asgjë vetëm se Allahu e ka përcaktuar. Po nëse themi që ky shkak nuk ndodhi, atëherë Allahu është ai i cili e din çfarë do të ndodhi. Pra themi që është prej asaj dijes që Allahu e ka veçuar veten e tij. Sepse ne kemi thënë që
prej dijes së Allahut është që ai ditë shkuarën, të tashmen, të ardhmen në dije të plot dhe Allahu di dhe atë që nuk është nëse do të ishte si do të ishte. Dhe kjo futet pikërisht në këtë kapitull. Pra nëse themi që një person ka pasur këtë caktim, por pastaj nuk ndodhi, ajo është në dijen e Allahut që e ka lejuar që mos ndodhte kështu dhe Allahu e din edhe nëse do të ishte si do të ishte. Kështu që nuk lejohet të themi asnjërin as tjetrën, por se ngelet kjo në dijen e Allahut të lartësuar. Sikur se tham, këto pyetjet faktikisht në vetvete kanë problem, mirë po përgjigja normalisht e dietarëve është me vlerë, pasi nuk lejojnë keqkuptime tek muslimanët. Ndërsa ato që i kanë bërë pyetjet, normalisht janë persona të cilët janë thelluar shumë me mendime të gabuar dhe vezvese të shejtanit, saqë kanë shkuar në disa pyetje që po ti mendojnë më thellë, e kuptojnë që pyetja është gabim. Ama dietarët e Islamit i kanë sqaruar dhe elhamdulillah që nuk kanë lënë vend, më thënë, për keqkuptim dhe nuk kanë lënë që njerëzit të shkojnë në humbje. Kaq kishim për sot. Allah shpërblet në të mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.